U mbyll me sukses kampionati i volejbollit mes shkollave të mesme të qytetit e Elbasanit për meshkuj dhe femra. Ky aktivitet organizohet nga Bashkia Elbasan, ZVA Elbasan dhe klubi Shumë Sportesh Elbasan, ndërsa prej disa vitesh është kthyer në një traditë rëndësishme për qytetin. Në finalen e vajzave u përballën gjimnazet Konstantin Kristoforidi dhe Luiz Gurakuqi, ku fituese doli Konstantin Kristoforidi me rezultatin 2-0, ndërsa në finalen e djemve u përballën Konstantin Kristoforidi dhe Saliçeka, ku Saliçeka triumfoi me rezultatin 2-0. Ky është një aktivitet që vazhdon të promovojë sportin dhe frymën e garës mes rënive në qytetin e Elbasanit. Bashkia e qytetit Elbasan në bashkëpunim me drejtorinë arsimore dhe klubin Shumë Sportesh Elbasanit për të disa vite radhazi organizojnë në kampionatin e shkollave, si ato nëntëveçare të mesme. Sot jemi duke konkluduar me finalet e femrave dhe të meshkujve. Sapo shpallën fituesit tek femrat, i përgëzojmë trajnerët, mësuesët e fizkulturës bashkë me sportistët për punën e mirë dhe emocionin që na dhuruan. Shumë të rëndësishme, duke ditur që jetojmë në një kohë moderne ku teknologjia po bën namin, edhe si që t'i shkëpusim nga ato, domethënë të kemi një rini sa më vitale, sa më të shëndetshme, pa vese. Sporti të mesazh ka, mban larg vlesave të këqija, edhe të ndihmon gjithashtu edhe për socializimin, sensibilizimin, bashkëpunimin grup. Ka shumë benefite. Vlerësime për këtë aktivitet erdhën edhe nga ekipet pjesëmarrëse, teksa fituesit vënë theksin mbi të gjitha tek rëndësia e përfshirjes sa më të madhe të rive në aktivitete sportive. Ishte kënaqësi e madhe që morëm pjesë në këtë finale, ishte një event shumë i bukur. Të dy skuadra si Konstantini që fitoi trofeun edhe Luiz Gurakuqi ishin të dy ekipe të barabarta, luajtën shumë mirë, u kënaqën pavarësisht se fitore në gzon, por e rëndësishme është që pjesëmarrët që bëjnë fëmijët në këtë event, sepse të gjithë duke marrë pjesë shkëputen nga problematikat e tjera që nuk janë pozitive për këtë moshë sot. Por njëkohësisht sot u tregua që ishte e bukur eventi, gara, emocioni dhe shpresoj që të vazhdojmë me të njëjtin ritëm të gjitha shkollat dhe kështu ju uroj të gjithëve suksese. Në këtë finale që u zhvillua sot, jo vetëm që u kënaqëm dhe përjetuam një ndjenjë të lezetshme, po edhe provuam veten dhe dham shumë në fushë, e morëm shumë seriozisht. Sporti është një gjë shumë e rëndësishme në jetën e bashkëmoshatarëve tanë dhe jo vetëm. Të tilla aktivitete janë shumë të rëndësishme sepse zbulohen talente që ndoshta janë të fshehta dhe kanë mendrojtë pjesën e sportit dhe Elbasani vijon të zhvillojë aktivitete të kësaj natyre, duke promovuar sportin dhe duke nxitur të rinjt drejt angazhimit në aktivitete sportive.